Tani, keni pa ju. Deputet me mandate krimi, delinkuent, kalojnë si hiena nga një sallë në një tjetër duke thënë ja si e nxin ky Shqipërinë. Pse unë them të vërtetat dhe mbroj të vërtetat e shqiptarëve, mbroj dignitetin e shqiptarëve, që nuk kanë lidhje me këta hajdut. Kurse ata mbrojnë krimet e tyre. Pra, ishte një javë mirë për shqiptarët. Dhe ishte një javë siç e meritonte për narkokracinë dhe Edi Ramën. Përpiqet me çdo kusht, bën gjithçka për të dalë nga rrethi i kuq. Po forcë në botë që ta nxjerr nga rrethi i kuq nuk ka. E ka kriju vetë rrethin e kuq ky. Ky dhe me sa duket edhe vllau, edhe si vllau i tij, padroni i tij Vučić. Se edhe ati i doli Ergjys Agasi, e murë të vesh besoj. Edhe ati Agasi Vučićit ishte me 5 tonelata drogë. S'ka lidhje, tha. Nuk ka lidhje me qeverinë, a ishte zyrtar shumë. Po ishte njeri rrethit tije, si Agasi. Ishte eksakt si Agasi. Pra, por, edhe ajo që është gjetë Beograd, e rënon dhe këte, se dihet lidhja e ngushtë e tyre është lidhje në krim. Ndaj dhe ne kemi përcaktuar protestën dhe vetëm protestën si rrugën e vetme më kryesore për të përballë me këtë regjim. Data 10 është një ditë tjetër shumë e rëndësishme e kryengritjes paqësore kundër regjimit. Ju jeni me njerëzit, takimet, konstatoni se çfarë zemrimi ka për këto qëndrime. Dhe këtë zemrim qytetar do ta shprehin në rrugët, sheshet e Tiranës. Ndaj dhe kjo javë duhet të jetë një përkushtim i plot dhe total në takime me qytetar në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. Në biseda, në sqarime, në debate, sepse propaganda toksike e ti është verbue, është tërbue. Ndaj dhe ne duhet i kundërvijemi me takime me qytetarët. Ku, ndër të tjera, duhet denoncojmë me forcë propagandën e turpshme të mediave që paguajnë ai, glorifikimin në shkallë ekstreme e patju, Top Tuneli falënderon të Ramën se përdori gaz lotësjellës të skadur, sepse si pas Top Tunelit, ky ishte më i dobët se gazi pas skadur. A mund të arri në këtë nivel një medje as
Enveri dhe Hitleri s'mund ta çonin më tej në propagandën e vet një medje që çon ky top tunelin. Të thotë që ju bë favor protestuesve se u përdor gazi i skadur. Imagjinoni ju se çfarë shplarje truri me paratë e vjedhura të qytetarëve u ka bërë Edi Rama medjave që kontrollon. A mund të shkonte fantazia, shkon vetëm fantazia, se ato i merr nga zyra e Ramës të gjitha, direkt, aty është fabrika e trillimeve, mashtrimeve dhe manipulimeve. Plus, edhe njerë, është lule dosja e Ballukut që është dosja e Akshit. Dosja e Akshit është dosja më e paparë ndonjëherë historinë e Europës. Ku vetë Edi Rama është kryesori. Është kryesori, ku detyruohet të marrë haptas në mbrojtje, mirëlindën për respektin maksimal që ka për te. E ka së është linda. Ajo është një prestonome e lindës së Surrenit. Po, zotri, ta din çdo qytetar, mirëlinda e Akshit është prestonome e lindës së Surrenit. Mbasi, e gjithë krimi i kësaj sipërmarrje, i kësaj agjencie shtetërore, ka si stumullar Baxhanakun, Edi Ramës, kunatin e lindës. E regjistruar me dokumenta, e angazhuar në tendrat e Akshit për kunatin. Tani ky përpiqet dhe ajo ushtarja e Agasit, që thot se nuk është marrë, nuk kam folë me Agasin për tendera, që i mirë të pengë biznismen, punon ditë e natë për të fshehur, për shkatruar dokumente.